Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi gjatë fjalës së mbajtur në Këshillin e Stabilizim Asociimit deklaroi se qeveria ka miratuar licenca fotovoltaike pa një studim të mirëfillt të rrjetit të sistemit të transmetimit dhe shpërndarjes, pa marrë në konsiderat ngarkesën dhe kapacitetin e rrjetit ekzistues. Raport me situatën reale në vend përtej atyre që raportohet në letra. Unë sot do të ndalem në mënyrë specifike në një sektor që në gjykimin tim ka probleme shumë të mëdha dhe të teksuara në vend, sigurisht me korrupsionin, që është sektori i energjisë. Në fjalën time do të fokusohem ke ky sektor i cili përbën bazën e zhvillimit ekonomik të vendit dhe e gjithë infrastruktura e tij është një infrastrukturë kritike me ndikim shumë të lartë në sigurinë tonë kombëtare. Shqipëria, të nderuar miq, burimin kryesor të energjisë parësore e siguron nga produktet e naftës, energjia hidrike, energjia elektrike, përdorimi i druve të zjarrit dhe sasi të tjera shumë të vogla nga burime alternative. Do të kërkoja mirëkuptimin zoti Balla, unë do të zgjatem kam përshtypjen 2 minuta për tej kohës, 7 minuta, me që jemi dhe në këtë ndjesinë e konsensusit për momentin, sepse do jem pak teknik, po do jem shumë specifik edhe konkret për gjërat që do të them. Familjet shqiptare, të nderuar miq, konsumojnë 500 katoe, nga të cilat 125 sigurohen nga djegja e druve të zjarrit. Ne që flasim për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Thënë qartë, familjet shqiptare 25% të energjisë e sigurojnë nga djegja e druve të zjarrit, çka bën që Shqipëria të dështojë në integrimin e energjisë rinovueshme në sistemin e ngrohjes dhe të ftojes. Kjo ka një ndikim shumë të lartë në përmbushjen e direktivës vlerësimit dhe impaktit mjedisor. Shqipëria ka shfrytzuar afërsisht 50% potencialit të saj hidroenergjetik, ndërkohë që ndihma e drejtpërdrejtë shtetërore në zhvillimin e këtij potenciali ka munguar thuajse totalisht. Energjia e humbur dhe e pafaturuar, pra thënë thjesht e vjedhur, nga kompania shtetërore që realizon furnizimin është 1.41 terawatt. Kjo sasi energjisë është sa 23% e energjisë së përdorur në rrjetin e shpërndarjes së gjithë vendit. Sasi e energjisë e tregtuar në treg të lirë nga Bursa Shqipëri-Kosovë e energjisë është 0.371 terawatt, do të thotë më pak se 5% e konsumit total të energjisë elektrike në vend, apo sa furnizimi ditor prej 15 ditësh e gjithë vendit me energji. Shqipëria nuk përmbush direktivën EU 2019-944 për retail market, ku konsumatorët që janë nxjerrë në treg të lirë nuk gjejnë dot furnizues dhe furnizohen nga shërbimi i mundësisë së fundit, që jepet nga kompania shtetërore e furnizimit të energjisë, me çmime të përcaktuara nga enti rregullatori i energjisë. Aktualisht, drejtori i Bursës Shqiptare të Energjisë është në nënhetim për favorizim të tregtarëve të furnizimit me energji elektrike, deformimit të tregut të energjisë elektrike përmes kontratave të njëanshme me tregtar spekulativ dhe çmime zyrtarisht përvuara më të larta se ato që publikon Bursa Shqiptare e Energjisë. Procesi unbundling në sistemin e shpërndarjes së energjisë nuk është realizuar sipas kërkesave të komunitetit të energjisë. Ende nuk kemi krijuar operatorin e energjisë rinovueshme dhe të 3 kompanitë e ndara nga sistemi jon i shpërndarjes së energjisë janë në kontrollin e kompanisë MOM ose SHE, pra jemi ende shumë larg direktivave që kërkon BE-ja. Kjo ka sjellë që rregullat e mekanizmit balancues të rëndojnë tek prodhuesit privat të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme dhe në mungesë të adoptimit të rregullit EU 2022-869 të ketë pasiguri në bashkëpunimin e ndërcjellë të balancimit të sistemit të operimit, si blok kontrolli i pavarur për ngarkesën dhe frekuencën e sistemit. Keq menaxhimi i energjisë nga burimet e rinovueshme e mban larg Shqipërinë nga objektivat e 2030-s dhe të 2050-s për të rritur përdorimin e energjisë rinovueshme dhe për të ulur emetimet e efektit serë. Kjo fakton që tregu i energjisë elektrike nuk është integruar dhe vijon të operohet në formë thellësisht të deformuar. Si pasojë e këtij deformimi, sektori i energjisë elektrike ka humbjet më të larta të energjisë në rajonin e Ballkanit dhe Mgjër, dhe investimet me eficiencën më të ulët në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Nga viti 2015 në sektorin energjetik shqiptar janë investuar më shumë se 2 miliard euro. Por vendi ynë vijon të ketë një rrjet të transmetimit dhe shpërndarjes që nuk garanton siguri furnizimi dhe humbje shumë të larta në krahasim me vendet anëtare të ENTSO-s. Në 99% të rasteve, këto investime realizohen në vlerën limit të përcaktuar nga enti prokurues, me një ofertues të vetëm dhe shumë drejtues të korporatave energjetike janë nën hetim, ose janë marrë pandehur,
ose të dënuar për korrupsion dhe favorizim tenderash. Rasti i fundit flet vetë edhe për zëvendës kryeministren aktuale të vendit. Gjatë vitit 2024-2025, Shqipëria ka patur një blackout total me efekt kaskad Malnezi dhe në Kroaci, dhe një blackout në gjysmën e territorit të saj. Në të dyja rastet, Shqipëria ka vënë në rrezik rrjetin sinkron të interkoneksionit dhe pasojat mund të ishin edhe më të rënda, madje edhe për Europën kontinentale.